Këpucët e fukarejnve. Ai është një iri amerikan edhe quhet Balak Maikosk. Nga jati kishte trashëguar një shumë të madhe, me të cilën mund të kalonte gjithë jetën duke u dëfryer edhe shijuar çdo ditë. Pasi i kishte kthyer në emrin e tij të gjitha trashëgimit, një ditë ai u thot njerëzve të tij të afërm një fjalë me vlerë. Jam shumë i prekur nga i matë, pasi nuk më ka lënë shansin të ndërroj. Ai filloi të ndjente se jeta e tij nuk kishte asnjë vlerë dhe ishte pa kuptim. Për të shtyrë ditët edhe për të larguar stresin e monotoninë e përditshme, filloi të udhëtojë në vende të ndryshme të botës. Ndër vendet e shumta që vizitoi ishin edhe disa vende afrikane, ku u njoh nga afër me fukarallëkun e banorëve të këtij kontinenti, vuajtjet e fëmijëve atje. Ai vuri re se fëmijët pothuajse ecnin gjithmonë zbathur, pasi nuk mund të blinin këpucë, edhe pse toka ishte e nxehtë dhe plot gur, që këtu filluan t'i vinë ide dhe mendime të cilat patën efekt në përmirësimin e humorit dhe largimin e stresit. Ai vendosi të hap një fabrikë për prodhimin e këpucëve, të cilat do të shpërndaheshin falas për fëmijët e varfër në mbar botën. Kështu që nga viti 2005 filloi të shfaqet një markë e re e prodhimit të këpucëve, ajo Toms. Këpucët që prodhonte fabrika shpërndaheshin falas në Afrikë, Azi edhe në Amerikën Latine. Nga që fabrika e këpucëve ishte totalisht për qëllim bamirësie, atij i erdhi në mendje një ide, e cila do i mundsonte të ardhura me qëllim që aktiviteti bamirës të shtrihej sa më shumë në kohë, përndryshe parat mund të përfundonin një ditë. Ideja kishte të bënte me vendosjen e reklamave tregtare në kartonët e këpucëve që dërgoheshin në të 4 anët e globit. Sigurisht që kjo i solli shumë të ardhura dhe përrjedhoi rritej prodhimi. Veç kësaj, një akt i tillë e bëri personazhin ton të ndihej i vlerësuar. Ai ndjente se jeta e tij kishte kuptim. Kjo histori është për ata njerëz të cilët ndjejnë se nuk kanë asnjë vlerë në jetë. Mendo si mund t'i bësh të lumtur njerëzit, pasi kështu do të lumturosh veten tënde. Bëj një projekt i cili do të bëj të ndihesh njëri me vlerë dhe i respektuar. Një njeri produktiv dhe që i zgjat dorën e ndihmës të tjerëve kur nuk vuan nga stresi dhe depresioni. Një njeri produktiv është i lumtur. Një njeri që ka ëndra dhe bën çmos që t'i përmbush, jeta e tij ka vlerë, sepse ka kuptim.